Sot e nisim ditën duke bërë krepa, të thjesht për vajzën time dhe proteik për mua. Nëse nuk më njihni, unë jam Juliana, jetoj prej shumë vitesh në Itali dhe prej gati thuajse 3 vitesh punoj duke shfrytzuar rrjetet sociale dhe po ashtu ndihmoj vajzat e tjera dhe nënat e tjera që dëshirojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Kështu duket një nga mëngjeset e mia, ndërkohë që jam duke gatuar mëngjesin, gjithashtu përgatis edhe recharge, një mix me vitamina të ndryshme që mua më duhet për të pasur energji gjatë gjithë ditës, sidomos edhe për të marrë me aktivitet fizik në këto ditë të nxehta. Ndërkohë që mëngjesi është thuajse gati, shkoj të zgjoj vajzën time, bëjmë gati dhe e shoqëroj për në shkollë. Sot do të takoj gjithashtu edhe një mikeshën time përpara se të shkojnë në palestër, kështu që bëhemi gati dhe bëjmë pak make-up ashtu siç duhet, patjetër që të gjitha nga farmasi. Ndërkohë që jam duke bërë make-upin tim, reklamoj edhe rezultate se si duket gjithçka në lëkurën time dhe postoj në rrjetet e mia sociale. Si nën me 2 fëmijë, solla këtë porcionin tim magjik që t'japi energji gjatë gjithë ditës mikeshës time Emma. Destinacioni tjetër është palestra, sepse patjetër për fizikun, por gjithashtu bën mirë edhe përmendjen dhe për ngarkesën që un kam duke punuar online, kështu që video mbaron këtu, por nëse dëshiron të dish më tepër për punën që un bëj, më komento në këtë video info.